zhvillimit ekonomik, trashëgimi të zhvillimit të infrastrukturës në Kosovë, ka trashëgimi edhe të luftimit korrupsionit, sepse s'përmendet kur për asnjë rast. Dhe i njëjti ka tregu dhe zgjedhjet e kalume. Raporti nga auditori gjeneral për Mitrovica e kum lexuar shumë mirë, e kum lexuar shumë mirë. E kum lexuar shumë mirë. Edhe him edhe te komuna, unë së ndërpreva, Reze mos rregull, që të rregull duhet thyer. Jo, këtë vit, Zoti Hamza masi vetëm pak, le ti përgjigjet pyetjes të mëhershme se humbëm pak fillin. Po ndoshta... Jo, më këthena, se unë kam kohë. Rami nisi me folë për Petri Hamzën si janë të qeta. Jo si janë të qeta, po si një njeri që ka me transformu Kosovë si një njeri, sepse Zoti Kurti që ka bo që 5 vjetë këtë ven, aje ka qeveris Kosovën si me qenë me qira. Se dhe me qira banon, edhe Kosovën si me qenë me qira. Sepse nuk ka asnjë trashëgimi në këtë shtet. Ai sillen me këtë shtet sikur dikur që jenë në një shtëpi me qira. Sa i takon koalicionit që përmene. Do më thonë, dëgjoj, unë e thash, na do të me apërshtat platformë liderit tonë. Lideri jonë nuk është njeri që përçan. Nuk është njeri që demonizon edhe dehumanizon, që kemi pa dhe komentet e fundit të antarë lëvizjeve vendose që ju thojnë kundërshtarëve qëp, do më thonë i portretizojnë si kafsh, tjetëri që i nxjerr hartat e ideologjike edhe hartat e racave dhe thotë se me cilin ftyrë du të me kesh e me cilin ftyrë du të mos me kesh. Pra një dit, Zotë Matoshe kanë me na i vendosë edhe yllin e Davidit, me na aqiku, se këta po kanë qef që ta qikim, me na aqiku neve për tëre. Pra këta janë pjesa e moralitetit, na jenë pjesa e immoralitetit me Serbi, me Vučićin e kështu me radhë. Unë e mendoj që këtë tërek, tash mu ka kalu, iluzionisti edhe mashtrusi optik, magjistari, nuk ka që ka ofron ma në këto zgjedhje. Pra ndaj, ne vazhdojmë fushatën për... Përgjigjen si ava? Cilën përgjigjen? Kush lëndohet më shumë nëse bashkëpunoni ju dy? Unë mendoj që kalkulimet të tilla nuk bëjmë. Zoti Hamza ka qenë i qartë. Zoti Hamza të paktën ndryshe prej disa liderëve, as nuk ran, as nuk e njen. Ai tha që ne nuk kem vija të kuqe, sepse Albin Kurti hin me vija të kuqe, edhe i thot njerë hajvan, mandej e lutë me shku në takim. Bedri Hamza është i sinqert me qytetarët që të regon në fillim. Sot unë nuk kam vija të kuqe, po unë preferoj, me partit të cilat kanë trashëgimi.